Sonte me mua në studio është një nga figurat kryesore në fushën e filantropisë dhe zhvillimit ekonomik në Shqipëri. Michael Granoff nuk është thjesht një filantrop që investon miliona dollar në projekte të ndryshme, por një personalitet që ka besuar te potenciali njerëzor dhe kapaciteti i Shqipërisë. Sot do të flas me të jo vetëm për bilancin e investimeve të fondacionit që drejton, por edhe për filozofinë që e shtyu t'i përkushtohet zhvillimit të një vendi që po ndërton identitetin e tij modern përmes sfidash të vazhdueshme. Zoti Granoff, mirë se erdhët në studio. Faleminderit për kohën tuaj. Thank you, Lena. I'm happy to be here. Faleminderit Aneta, jam me të vërtetë në të sham me ju. Sigurisht që pyetja kryesore ndoshta e shumë njerëzve që e dëgjojnë këtë intervistë së bashku është çfarë ju tërhoqi fillimisht drejt Shqipërisë dhe çfarë ju ka mbajtur të angazhuar për zhvillimin e vendit përgjatë 15 viteve të fundit. So I should tell you that in Më some ways së pari do t'ju them që në një farë mënyrë nuk e zgjodha unë Shqipërinë, por Shqipëria më zgjodhi mua. Në atë moment, pas fundit të komunizmit, Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosi që ndihmonte vendet e ish komuniste duke krijuar fonde zhvillimi. Dhe presidenti Clinton më kërkoi nëse do të punoja me një prej tyre dhe më tha që do ishte fondi për Shqipërinë. Dhe në atë moment faktikisht nuk dija gjë për Shqipërinë, s'kisha qenë në Shqipëri. Nuk e dija nëse kisha takuar ndonjë shqiptar më parë, kështu që në një farë mënyrë Shqipëria më zgjodhi mua. Dhe ky ishte fillimi i rrugëtimit tim. Por tek vijoja këtë rrugëtim, pati një mënyrë se si Shqipëria më zgjodhi mua, por dhe unë e zgjodha Shqipërinë. Dhe arsyeja për këtë besoj se ishte një mbledhje mendjesh, një qëllimi përbashkët. Ajo që u munduam të bënim ne, u përqafuan nga shqiptarët dhe kjo na mundsoi të bënim gjërat që fondet dhe fondacionet e tjera të cilat krijuan në ish vendet komuniste të tjera nuk u bë dot. Kështu që pyetja juaj është interesante sepse si në shumë raste është rrugë me dy kahe dhe ne zgjedhim vendin na zgjedh ne gjithashtu. Në fakt do doja që të ndaleshim përpara se të shohim projektet që ADF-ja ka marrë pjesë apo ka iniciuar në Shqipëri. Çfarë përkufizimi keni ju personalisht për një nismë filantropike, që ndoshta njerëzit ta kuptojnë më qartë edhe thelbin e këtyre projekteve? It's a very interesting question Është pyetje interesante, sepse filantropia në vetvete nuk është koncept kudo i njohur. Dhe nuk është shumë i njohur faktikisht në shumë vende përveç Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe arsyeja është sepse shpesh njerëzit nuk e imagjinojnë që njerëzit do të japin para dhe nuk do të marrin gjë më brapsht për to. Dhe kjo dinamikë ishte diçka që nuk kuptohej mirë në Shqipëri, mbase ende nuk kuptohet mirë, por nuk kuptohet mirë as në shumë vende rreth botës. Por në Shtetet Bashkuara të Amerikës kjo gjë ka filluar para shumë vitesh me idenë që mbase ka përgjegjësi që njerëzit të japin diçka, të kthejnë diçka në shoqëri, të kthejnë diçka individëve, të mundohen që vendin që u dha mundësitë ta bëjnë vend më të mirë për të gjithë. Dhe kjo ishte, le të themi, fara e filantropisë. Dhe pastaj ajo që ndodhi me kalimin e kohës është që natyra e filantropisë ndryshoi. Pra, nuk po jepësh më para operës, simfonive apo diçka e të tillë, por njerëzit filluan ta shohin filantropinë në të njëjtën mënyrë siç shihnin shoqëritë e tyre. Pra, ata donin të masnin atë që mund të arrinin, donin të siguroheshin që të ishin sipërmarrës në filantropinë e tyre, që të kishin rezultate dhe ndikime në të njëjtën mënyrë se si zhvillime të tjera sektorë privat arrinin të bënin. Kështu që qasja që ne patëm në Shqipëri reflektoi dhe pasqyroi në një farë mënyrë zhvillimin e filantropisë me kalimin e kohës në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithashtu edhe qasjen tonë. Pra unë vetë vi nga një sfond nga punë shoqërie private, njerëzit që ne merrem në punë ishin të trajnuar, të formuar për financi për investime private dhe ne sollëm të njëjtën qasje në përpjekjet filantropike që ndërmarrim sot. Dhe në një farë mënyrë kjo ka bërë gjithë dallimin. Sigurisht kam dëgjuar shumë intervistat tuaja për atë çfarë ju përcjellni, jo vetëm për punën tuaj të një jete, por edhe kontributin tuaj në Shqipëri dhe një pjesë sigurisht që më bën përshtypje bashkëpunimi mes kulturave tona, toni ju është
forca jonë e madhe, sepse bashkëpunimi mes të dyja vendeve sjell pikërisht edhe ato rezultate që ju prisni. Cilat janë fuqitë apo sfidat unike të nxitjes së këtij bashkëpunimi me një vend si Shqipëria? Përgjigjja e parë e kësaj pyetje faktikisht është në një farë mënyrë që ne të gjithë mendojmë se problemet tona janë të veçantë, unike. Ne mendojmë si individ që problemet i kemi të veçanta që si ka kusht tjetër, apo për vendin që këto janë probleme shqiptare dhe askush tjetër nuk e ka. Dhe disa nga problematikat patjetër janë të tilla. Shqipëria ka një histori specifike të vetën, të veçantë dhe ishte izoluar për shumë periudhë gjatë kohë. Por ama shumica e problemeve tona janë të përbashkëta, janë të njëjta si individ apo edhe si vende. Një nga përgjigjet ndaj pyetësore do të ishte që faktikisht nuk ishte shumë e veçantë ideja dhe duhet të zbatonim qasjen tonë në këtë vend. Por ama është e vërtetë që duhet ta zbatonim qasjen tonë në një vend që sapo dilte nga 50 vjet izolim të madh. Kështu shumë nga modelet që ne do përdorim mbase nuk zbatoheshin dot me njëherë. Njerëzit duhet mësonin, të zhvilloheshin. Gjatë komunizmit, për shembull, kishte një mënyrë se si përshkruheshin gjërat, se si funksiononin gjërat për sa i përket bankave. Dhe njerëzit thonin, ja se funksionon. Bankat bëjnë sikur japin para dhe huamarrësit bëjnë sikur i paguajnë huat. Pra ideja ishte që askush nuk mendonte se mund të ndryshonin gjërat, nuk mund të përmirësonin gjërat, që sistemi funksiononte në një farë mënyrë i veçuar për tyre. Kështu që është e vërtetë që pas një periudhe të gjatë kohe, në një situatë të tillë, Shqipëria papritmës kishte mundësinë të ndryshonte rrethanat e veta, që veprimet e tyre individuale mund të kishin ndikim. Dhe pastaj u desh kohë, besoj unë, u desh kohë realisht njerëzit të kuptonin dhe të pranonin këtë, dhe ne gjithashtu na u desh kohë që ne vetë të kuptonim se mënyra se si do të vepronim ne do të kuptohet dhe të përkthehej në shoqëri. Kështu që ne duhet mësonim. Këto gjëra në një farë mënyrë janë më tepër rrugtim se sa destinacion, pra i futesh kësaj rruge dhe këtij rrugtimi, njësoj si fëmijët që shkojnë në shkollë, mëson me kalimin e kohës. Dhe ne duhet mësonim, ne mësuam, unë duhet mësoja, unë mësova, dhe gjithashtu shoqëria shqiptare kishte nevojë të mësonte, por është interesante faktikisht. Dhe është mahnitse se sa progres ka vendi gjatë kësaj kohe, ka arritur gjatë kësaj kohe. Kishte disa raste ku progresi mungoi, por ama nëse shohim me kujdes se Shqipëria ka arritur progrese marramendës, jo për shkak ton, mbase me ne, por për shkakun ton, por sepse shqiptarët kishin uri për sukses, donin të bashkoheshin botës dhe të ishin pjesë e saj. Dhe mbase u dham atyre një kanal apo një mënyrë për ta bërë diçka të tillë, por bazohej mbi çka donin njerëzit. Të kthehemi pak në kohë për të parë se si ka qenë Shqipëria, por unë të doja të dija nëse ka një moment apo një projekt ku ka qenë një pikë kulminante apo një pikë these që ju keni menduar vërtet që fondacioni mund të bëjë një ndryshim në Shqipëri. Në përgjithësi, përpjekjet filantropike ndahen në dy pjesë, le të themi. Ose njerëzit bëhen institucione që japin grante, pra japin paratë të tjerëve, që të mundohen të arrijnë në diçka, ose ato bëhen institucione operacionale ku ata janë ata që menaxhojnë dhe administrojnë programet. Dhe një nga gjërat që kuptuam herët është që për shkak të zhvillimit në Shqipëri ne duhet ishim fondacion operacional, që ne nuk mund të mbështeteshim tek të tjerët të fillonin dhe të zbatonin programet tona dhe që duhet i bënin vetë. Ky është një nga gjërat kryesore që kuptuam mbi funksionimin tonë. Dhe në një farë mënyrë kjo është ndryshe nga fondacionet tjera që janë krijuar përmes programit, sepse ato po vepronin në vende si Polonia apo vende tjera që ishin më të zhvilluara, ku kishte organizata dhe institucione të tjera që mund të ekzekutonin dhe zbatonin. Kështu që ato bën më tepër fondacione grantdënëse, ndërsa ne kuptojmë që do ishim operacional.
Kështu që ky ishte një gjë e qartë për ne dhe nëse shohim gjithë programet që kemi zbatuar me kalimin e kohës, nëse shohim një faktor qendror, besoj se kjo është faktori qendror. Kuptuam që zbatimi ishte gjëja më e rëndësishme që mund të bënim dhe që duhet siguroheshim që ne mund të zbatonim dhe të vepronim në këtë mënyrë. Dhe ishte pak më ndryshe nga mënyra se funksionuan fondacionet e tjera. Ndalim pak në disa shifra apo edhe në projekte konkrete, në fakt që do doja që edhe publiku të kishte pak më shumë informacion. ADF-ja ka investuar mbi $140 milion në rreth 84 projekte me një ndikim të përgjithshëm ekonomik që kalon $500 milion. Për te shifrave, si e matni ndikimin afatgjatë të këtyre projekteve apo investimeve në shoqërinë shqiptare? Pyetja është me të vërtetë me të rëndësi, sepse nëse dëshiron që të jesh filantrop sipërmarrës, pyetja që bën është që çfarë ndikimi do kenë programet e mira, se ta masun diçka të tillë. Si e ndajmë qëllimin, gjithë kanë qëllime të mira, nga ndikimi. Si po ndikoj realisht tek jeta e njerëzve dhe mundohesh të krijosh sa më shumë metra le të themi për ta bërë diçka të tillë. Sa njerëz kanë ndikuar, sa njerëz kanë vende pune, sa njerëz arsimon, gjithë këto metrika të ndryshme. Ka shumë shifra që mund përdoren për diçka të tillë. Dhe pastaj po krijon le të themi një bashkësi njerëzish që punojnë së bashku, ata të japin reagimin e tyre, feedbackun e tyre, këto po ecin mirë, këto gjëra nuk po ecin mirë, ja si mund të përmirësohemi. Dhe në këtë mënyrë marrim një mekanizëm reagimi dhe feedbacku që na informon dhe na jep informacion se çfarë ndikimi po kemi dhe pse. Dhe çfarë duam të bëjmë përsëri, sepse normalisht siç thamë jemi në rrugëtim, nuk kemi destinacion, gjithmonë ndryshojmë, gjithmonë përshtatemi. Kështu që ndërkohë që vlerat nuk ndryshojnë, duhet përshtatemi gjatë gjithë kohës dhe të mësojmë gjatë gjithë kohës. Kështu që me zhvillimin e këtyre programeve ato nuk janë statike, janë dinamike, ndryshojnë dhe ajo që po mundohemi të bëjmë është që të përmirësohemi gjithmonë. Marrim informacionin pra dhe përshtatemi bazuar në të, bëjmë pak më shumë punë me gjërat që e dim që kanë më shumë ndikim dhe pak më pak me gjërat, punojmë pak më pak me gjërat që kanë më pak ndikim. Kështu që kur I qasim me këto gjëra është mirë që t'i qasemi si student, si nxënës dhe jo si mësues, por gjithashtu t'i shohim si diçka që është proces dhe që është dinamike dhe jo statike. Do doja që të ndalesh në disa nga projektet që kanë të bëjnë me teknologjinë dhe në inovacionin. Në fakt, projekte si Tumo Tirana, SDA nga Protik, kampusi 42 Tirana, ku ADF-ja ka ndihmuar në fakt në transformimin e shoqërisë në një ekonomi të përqendruar tek teknologjia dhe inovacioni. Sipas jush, pasojat afatgjatë të këtij revolucioni digjital për të rinjt dhe ekonominë shqiptare, cilat mund të jenë? Teknologjia është diçka revolucionare. Teknologjia bën dhe lejon bërjen e gjërave që nuk ishin të mundura më parë. Dhe sidomos nëse je vend I vogël në Ballkan, si Shqipëria, të gjithë kufit që kanë parandaluar individëve dhe vendit të arrijnë suksesin në një farë mënyrë zhduken apo thyhen me teknologjinë, kufit gjeografik zhduken, aftësia për pengesat ndaj komunikimit zhduken, pengesat ndaj arsimit zhduken, sepse mund të dëgjoj leksionin më të mirë të një lektori o profesioneri në botë, nuk kanë nevojë të shkojnë në Boston ta bëjë diçka të tillë. Mund ta dëgjoj kudo që jam. Kështu që teknologjia është një levë e mahnitshme dhe na ofron mundësinë të zhdukim kufit. Kështu që herët kuptuam që teknologji nuk ishte fakti që thjesht teknologjia po luan gjithmonë role më të madhe në jetën e të cilëve. Gjithë e kuptojmë, telefona, televizorat tanë etj. Këtë e kuptojmë. Por, për Shqipërinë dhe për shqiptarët teknologjia I është potencial dhe mundësi shumë e madhe. Kështu që ne kuptuam që nga gjërat që mund të bënim, që realisht mund të ndryshonin peshoren këtu, është të përqendroheshim tek programe nga më të rit deri në moshën e madhe, që të ofronim këtyre individëve instrumente teknologjike në mënyrë që ata të mësonin dhe të konkuronin në botë.
Dhe ne kuptuam që jo vetëm po zhduknim kufit, por kuptuam që shqiptarët janë të aftë, dëshironin ta përqafonin teknologjinë dhe që ajo u mundësoj atyre të bënin gjërat që i bëjnë të gjithë të tjerët në botë, dhe jo vetëm që i bëjnë gjërat njësoj si të tjerët, por edhe më mirë se të tjerët në botë. Dhe nëse shohim disa nga programet teknologjike që ne kemi arritur të zbatojmë, jo vetëm që kemi marrë programe që veprojnë në vendet e tjera dhe i kemi si ato në Shqipëri, por faktikisht ato u përmirësuan këtu. Norma e penetrimit ishte më e lartë, pjesëmarrja e nxënësve dhe studentëve në TUMO dhe gjëra dhe programe të tjera nuk ishte vetëm që shqiptarët arrin të konkurrojnë, po arritën të jenë shumë të mirë dhe të kenë sukses. Programi Junior Achievement tani mbulon 100% të nxënësve shqiptar në sistemin parauniversitar. Çfarë mësimesh keni nxjerr nga zbatimi i një nisme kaq të gjerë në një peizazh arsimor që ndryshon me shpejtësi? Është shembull shumë i mirë asaj sapo ju thash, që Junior Achievement për shembull është një program që në një farë mënyrë arsimon nga pikpamja ekonomike dhe është aktiv në nuk e di 50-60 shtet në gjithë botën. Dhe ka kohë që faktikisht zbatohet në gjithë botën. Dhe faktikisht herën e parë që erdhi në Shqipëri ai dështoi, nuk arriti të kishte sukses. Por ne menduam që thelbi që t'i ofrojmë këtë arsim dhe këtë edukim për ekonominë fëmijëve ishte shumë e rëndësishme, me qëllim që ata të kishin mundësi të konkurrojnë në botë. Por çfarë ndodhi? Në shumicën e vendeve faktikisht 1% e vogël e fëmijëve mund të përfitojnë nga një program të tillë. Por ama për shkak të kombinimit të rolit fondacionit në Shqipëri dhe bashkëpunimit me qeverinë, ne patëm mundësi të krijojmë një program ku norma e penetrimit është 100%. Po, ke të drejtë, 100% e fëmijëve marrin pjesë në programet e Junior Achievement dhe kjo nuk ndodh në asnjë vend tjetër. Nuk është vetëm që marrin program dhe e sollën në Shqipëri, por faktikisht shqiptarët e bën më mirë, e përmirësuan këtë program. Dhe tani programi Junior Achievement që funksionon në gjithë botën përdor shembullin shqiptar si shembull suksesi. Dhe si shembull që ja ku e kemi një vend ku mund të arrijmë 100% penetrim. Dhe juve pyetet për ndikimin më parë apo jo? Ndikimi matet në shumë mënyra, siç tham, por një nga mënyrat se si matet ndikimi është sa njerëz ndikon, dhe të gjithë po kërkojnë në programet e tyre një normë të lartë penetrimi. Pra, sa më shumë njerëz mund ndikojmë, sa më shumë njerëz mund ndihmojmë, dhe më shumë se 100% nuk shkon dot. Që nëse arrin t'ia ofrosh një program të tillë çdo fëmijë, është arritje fantastike. Nuk është e lehtë si arritje, dhe asnjë vend tjetër nuk ka pasur mundësi ta bëjë diçka të tillë, dhe ne kemi pasur mundësinë ta bëjmë për shkak të mënyrës se kemi strukturuar partneritet që kemi arritur me qeverinë, mbështetjen e nxënësve, mbështetjen e prindërve në këtë kuadër. Pra, ky është një shembull ku morëm një model që ekzistonte, që funksiononte, e somë Shqipëri, por faktikisht e përmirësuam ndërkohë. Në fakt, nuk mund të mos ndalem në një projekt që ka pasur edhe reagimet shumëta në Shqipëri, sikurse është projekti Butrintit, që përfaqëson një model të ri të menaxhimit të trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Si e balanconi nevojën për qëndrueshmëri ekonomike me përgjegjësinë për të ruajtur trashëgiminë kulturore? Faktikisht, ato dy gjëra shkojnë krah me njëra tjetrën dhe besoj se në një farë mënyrë është një zgjedhje e rreme. Ideja është nëse do projekte të trashëgimishore, do t'i mbrosh dhe do t'ja ofrosh njerëzve, sepse nëse duhet ta veprosh, sepse nëse janë të fshehura, nëse nuk ja tregon njerëzve, atëherë nuk ka trashëgimi kulturor. Kështu që besoj se nuk duhet të zgjedhim njërin apo tjetrën. Ajo që duhet bëjmë është të sigurohemi që jemi duke mbrojtur sitet përkatëse, duhet ofrojmë akses dhe qasje në mënyrë të qëndrueshme, duhet sigurohemi që gjërat po i bëjmë në mënyrë të qëndrueshme. Pra nuk është e thjeshtë të kombinosh këto, por ky është thelbi. Këtë duhet të arrish nëse do të jesh i suksesshëm. Po t'jap vetëm një shembull që të kuptoni se çfarë ndodh realisht. Fondacioni Menaxhimit të Butrintit, të cilin ne ndihmuam ta ngrinim së bashku me qeverinë, ka tashmë 3-4 muaj që operon, që funksionon.
Gjatë kësaj periudhe, të ardhurat nga biletat në Butrint janë rritur me 400%. Tani, a mendoni se 400% më shumë njerëz kanë shkuar në Butrint gjatë dimrit? Jo, patjetër që jo. Por çfarë ka ndodhur? Ajo që ka ndodhur është që ne dham fund korrupsionit në Butrint. Ajo që ka ndodhur është që ato para nuk po shkonin për trashëgiminë kulturore, por shkonin në xhepat e njerëzve. Kështu që në një farë mënyrë gjëja e parë që duhet të bëjmë nëse duam që ndryshojmë për trashëgiminë kulturore, është sigurohemi që paratë mbeten aty që investohen në trashëgiminë kulturore. Nëse njerëzit po i vjedhin njerëzit, nuk e mbrojmë dot trashëgiminë kulturore nëse paratë po vjedhen atë mënyrë. Dhe realiteti i këtij ndryshimi të thjeshtë në Butrint, mos harrojmë që s'ka ardhur as vera akoma, nuk kanë ardhur shumë njerëz në Butrint në dimër. Dhe që tani më e kemi rritur të ardhurat me 400%. Dhe mos harroni që gjitha ato para do të qëndrojnë në Butrint. Të gjitha ato para qëndrojnë në fondacionin e menaxhimit të Butrintit në përfitim të Butrintit, që ndihmoj vetëm në ruajtjen e mëtejshme të trashëgimisë kulturore. Kështu që ky model që siguron menaxhim më të mirë, transparencë më të madhe, më pak korrupsion, është model që jo vetëm do të mbrojë trashëgiminë kulturore të Butrintit, që është shumë e rëndësishme, por është model për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore kudo tjetër. Dhe Shqipëria ka trashëgimi kulturore shumë të gjatë dhe të zhvilluar, është një nga vlerat më të mëdha të vendit, është e rëndësishme që fëmijët e Shqipërisë të mësojnë për të dhe gjithashtu është e rëndësishme që turistët ta shohin kur vizitojnë. Dhe pse po rritet turizmi kaq shumë në Shqipëri? Një prej arsyeve të rritjes është edhe pasuria e trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. Kështu që pjesë e mirë e punës tonë është të sigurohemi që jo vetëm mbrojmë trashëgiminë kulturore, por që ta bëjmë në mënyrë të qëndrueshme, në mënyrë që njerëzit kenë qasje, dhe ne sigurohemi që të ketë transparencë dhe që askush mos vë parat. E qartë, në fakt, kjo pyetje që do të bëj tani është vërtet e rëndësishme për atë çfarë fondacioni edhe ju mëson edhe projekteve të ndryshme apo atyre që merren me projekte të ndryshme në Shqipëri. Shumë nga projektet e ADF-s synojnë të krijojnë ekosisteme ekonomike të qëndrueshme në vetvete. Si sigurojeni që këto projekte vazhdojnë të lulëzojnë edhe pas tërheqjes fondacionit? Është pyetje me vend, sepse në disa raste kur mendojmë për projektet kanë dy aspekte në vetvete. Pra kemi një aspekt fizik, në anglisht e themi tool and latch, çfarë na duhet për ndërtuar, ndërsa aspekti tjetër është le të themi pjesa më e butë, më e paprekshme, kur ti krijon bashkësinë që do të arrijë rezultatet që ti do. Nëse mendoni për shembull për zonat e përmirësimit të biznesit dhe turizmit, si për shembull pazari i ri në Tiranë, apo në Korçë, apo në Shkodër, ka aspekte të projektit që kanë të bëjnë me ndërtimin e një rruge të re, apo me ndërtimin e objekteve të ndryshme, por pjesë më e madhe ishte të krijoheshin shoqatat e komunitetit të biznesit, ku të gjithë kishin një pjesë dhe këto ishin dhe që të siguroheshim që kishin vende ku njerëzit donin merrnin pjesë. Për shembull, nëse shkonin në pazarin e ri sot, ajo që shihni sot është një dinamik fantastike. Ne nuk e krijuam dinamikën, njerëzit e përqafuan atë, investuan në të dhe ndihmuan në krijimin e mjedisit që kemi atje tani, që të gjithë duan ta shohin. Pra keni të drejtë që kur mendojmë për qëndrueshmërinë dhe kur marrim konsiderat përparimin e mëtejshëm, nuk është ajo çka ndërton, por ajo çka krijon si komunitet të qëndrueshëm. Dhe suksesi i këtyre projekteve realisht është komuniteti i qëndrueshëm që është krijuar në to. Në fakt, këtu kam shumë pyetje dhe do doja të bëja gjitha, por kemi vetëm 2 minuta të fundit për të bërë dy që mendoj që janë vërtet rëndësishme. Fillimisht, çfarë ju shqetëson më shumë kur mendoni për të ardhmen e Shqipërisë dhe projektet e ADF-s në këtë vend? Faktikisht unë kemi goxha kohë në Shqipëri, kam 30 vjet që vi në Shqipëri tashmë. Ky fondacion do të jetë këtu për 10 vjeçare të tjerë. Është pjesë e shoqërisë shqiptare, është pjesë e bashkësisë shqiptare, kështu që në këtë mënyrë duhet vijojë të zhvillohet në këtë mënyrë, të përgjigjet nevojave të vendit. Duhet vijoj të përmirësoj reputacionin e vetë si organizatën përtej politikës edhe që
që vepron në interesin e njerëzve të Shqipërisë dhe të krijojë mundësi për të gjithë. Dhe tek vendi zhvillohet me kalimin e kohët, zbatimet dhe aplikacionet do të ndryshojnë, dhe zbatimi jonë dhe puna jonë do të ndryshojë me nevojat dhe ne duhet të kujdesemi që përshtatemi dhe i përgjigjemi këtyre nevojave. Nëse arrim diçka të tillë, besoj se do të japim kontribut të rëndësishëm në vend. Dhe nëse nuk arrim ta bëjmë diçka të tillë, atëherë do ishim një moment në kohë në këtë mënyrë. Dhe synimi jonë është mos jemi një moment, një faqe në histori. Dhe dallimi ndërmjet asaj që bën ADF-ja dhe shumë projekte të tjera nga financime të huaja nuk janë sa ajo si themi në anglisht një herë dhe kaq, nuk janë arritje të vetme, por ne i shohim në një përirje më afatgjatë të bashkëpunimit së bashku. Dhe synimi jonë është që të jemi pjesë e shoqërisë në mënyrë të përhershme në Shqipëri. Shumë të rinj e konsideronin me fat veten, nëse do të mund të merrni një këshill nga ana juaj e ta shfrytëzojmë këtë hapësirë për t'ju dhënë të gjithë liderëve të rinj një këshill nëse mundeni. Çfarë do t'i sugjeronit brezit të ardhshëm të liderëve në Shqipëri? The first piece of advice I would give anyone is Këshilla e parë që do i jepja të gjithëve është të gjithë mund të jenë drejtues, lider dhe udhëheqës. Nuk është e vërtet në Shqipëri kjo, është e vërtet kudo në botë. Shohim në të gjithë botën, dhe bota është vend goxha i zhurmshëm. Bota është njerëz që shohin rreth vetes dhe thonë si mund të ndryshojë gjërat. Çfarë do bëjmë për këtë apo për atë? Dhe gjëja e parë që duhet të kuptojmë është që kushdo prej nesh mund të bëhet lider. Kështu që fëmijët që rriten në Shqipëri duhet të rriten me idenë që dhe ata mund të sjellin ndryshimin dhe ata mund të jenë lider dhe që sistemi do të lejojë të jenë lider në këtë mënyrë. Kjo është këshilla e parë. Nëse nuk mendon se je lider, nuk mund bëhesh lider. E dyta është që leadershipi nuk është i thjeshtë, nuk është dhe faktikisht është i vështirë. Leadershipi do mend, do punë, do integritet, do vlera. Leadershipi nuk është diçka e thjeshtë. Leadershipi është një mall i pakët në botë, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë. Dhe nuk është e thjeshtë të jesh lider dhe një pjesë arsyes është që nga njëra anë duhet të sigurohemi që po i dëgjojmë njerëzit, po i vëmë veshin dhe po veprojmë në interesin e tyre dhe në të njëjtën kohë po i drejtojmë ata drejt një vendi më të mirë. Nuk po i vëmë vetëm veshin, por po i ndihmojmë në fund të fundit që të shkojmë në një vend më të mirë. Dhe duhet të jemi katalizator të ndryshimit në këtë planet. Dhe të qenurit katalizator të ndryshimit dhe arritja e ndryshimit nuk është e thjeshtë. Kështu që leadership është i vështirë, por leadershipi ka potencial të madh dhe mund të ndryshojë gjërat. Dhe një nga gjërat që vlerësojmë në punën tonë është që kemi pasur mundësi të ndryshojmë këto gjëra. Kemi qenë pjesë e zgjedhjes të paktën. Dhe është realisht me vlerë, dhe është realisht dhuratë e madhe që të jemi pjesë e zgjedhjes. Dhe kur njerëzit më pyesin për përvojën time këtu, unë jam vetë mirënjohjes që më është lejuar të bëj diçka të tillë me kalimin e kohës dhe edhe mirënjohja është pjesë e madhe e leadershipit. Falenderoj me të vërtetë shumë që ju kisha në studio dhe që patëm mundësi që të zhvillonim së bashku këtë bisedë. Thank you. Me këtë intervistë me zotin Grenov kemi mbërritur edhe në fund të kësaj hapësire informative. Unë ju përshëndes këtu, natën e mirë.